as për gjeniun e diplomacisë shqiptare. Ai ta dha në parlament. S'ke fajti më se s'është faji jot, po them, thjesht po trajtojmë Derexhin që kemi kryeministrin, ky është problemi. Unë s'është krye. Ore, unë pikërisht unë flasim për fakte, jo. Tani t'ju ndihmoj pak me argumentet ju. Se kemi të zotin Ali Beaj. Në një institucion kam një përgjigje po. Dinjitos siç është Knesset, Parlamenti i Izraelit. Patjetër mo. Sali Berisha doli atje tek ai podiumi që mund të dali kujt i doj qefi nga ra deputetët që shkojnë në Këshillin e Evropës. Tani po. Tani e vajta. Shpreh. Albana i bëri një regjistrim dhe kaq. Kjo ishte. Tani kjo është Është faqe shumë e vështirë. Kjo ishte. Faqe shumë e vështirë. Parlamentin e Sali Berisha është i izoluar ndërkombëtarisht. Është në të njëjtën pozicion që ka qenë pas 14 shtatorit që arritëm kësaj dite ta izolojmë. Të hapur Këshilli i Europës. OSBE-ja dhe Bashkimi Evropian e shpallën në Tiranë izolimin e tij ndërkombëtar. Burg nga Berë del nga Pexheri. E di kush e shpëtoi Sali Berisha. Albana Vokshi apo? Takimi i dhjetorit. E mban mendin 98. Për të ndihmuar edhe diskutimin se dhe zoti Ali Beaj, ju lutem. Janë në rrogat. Jo, nuk është gallat. S'ka duara me ilaçet s'ka. Kemi një dekadë që flasim për këto gjëra o zoti Lisandër edhe sërish votën e merr Edi Rama. Ato janë gallat, këto janë serioze. Ju lutem, Mielli me cilin e vlen është pas ka duar, Andrea. Zoti i qeverisë çdo institucion shtetëror. Jo të shikoj kryeministrin si krekoset. Për një ftesë zyrtare që do i vinte kujtdo, që do ishte kryeministër, se ata e kanë ftesë zyrtare. Doni ta zmadhojmë. Ai foli, sa bukur foli. Se e pyeta dhe zotin Ali Beaj, e besoni versionin që zoti Rama ka mbajtur atë qendrim, nuk ka shkuar në Davos për të mbajtur dhe mos zemëruar Bashkimin Evropian. Se besoni këtë version? Shiko, në ka njëri që është oportunist. Në këtë shpate ka zgjedhur këtë lloj strategjie. Në ka njëri që është oportunist për të bërë show, për të dukur, për të rënë sy, për të bërë batuta, për të ftuar në darka, në takime, në fotografi, ky është Edi Rama. Këtë ka dëshmuar që nga dita e parë që është bërë kryeminist. Patjetër si shpjegon pse nuk ka vajtur zoti Hoxha. Na jep një shpjegim që ta kuptojmë edhe ne. Sepse zoti Koçi tha dhe foli për konspiracione nga ana e opozitës. Tani na i vërteton ju. A do mblidhet bordi? Do mpyesë Andrea pastaj ju. Jo, po do mblidhet bordi. Diskutimi është edhe zoti Koçi edhe ju e pyetë zoti Koçi. Unë mendoj që Rama prej muajsh është i izoluar nga administrata e re amerikane. Prej muajsh nuk jep njëri dorën, nuk e takojnë, nuk e ftojnë, nuk bëjnë aktivitete me të, për shkak të atyre dosjeve që Rama i ka kapic njëra mbi tjetrën, si thoshte firmos kështu fap, kështu e ka dhe dosjet e korrupsionit. Po në rast se vërtetohet e kundërta që zoti Rama arrinte të takojë zotin Trump, arrinte të takojë të kundërta. Ka vajtur Sajmir Tahiri në zyrën ovale dhe nuk i shpëtoi burgut. Jo, po marrim shembull konkret. Apo jo? Pa historia është zoti Hoxha, është e thatë, nuk lejo kështu. Ti sapo the izolim tani. Është izoluar o nuk është. Mendoni ju që cirqe të tilla. Zoti Hoxha, para vitit këshilltar të tij do ta lustrojnë figurën e zotit Rama? Mendoni ju që një kryeminist kaq i korruptuar, të cilit sanksione i vendos Bashkimi Evropian duke i ngrirë fondet për shkak se i ka vjedhur. Zoti Hoxha, lëmër ta mbaroj fjalën deri në fund. Patjetër, përfundojeni. Për shkak se ky zotëri ka vjedhur fondet. Mendoni ju që do lustroj vetveten, do pastroj vetveten ky para arenës ndërkombëtare me show, kurrën e kurrës. Rama është i mbaruar, po tenton të fitoj kohë, po tenton të impresionoj Spakun, të impresionoj GKK-on me show të tillë, të cilët në bindjen time nuk i sigurojnë asgjë. Këtu duhet një qeveri antikorrupsion. Dakor, pse ftuan atëherë zotin Rama? Unë 30 herë po t'ja u përsëris prap do më pyesësh. Po ti thua është i mbaruar. Kështu na the edhe para vitit 3 që zoti Rama nuk e ha gjilën e detit. Jo vetëm gjilën e detit po ëmbëlsira në çdo shtet, baklava, revani. A shkoi para vitit 3 kërkesa në parlament për arrestimin e zonës Balluku? Po apo jo? Në çdo vend normal, në çdo republikë demokratike të botës, një ngjarje e tillë rrezon qeverinë. Fakti që ky vendosi të bëj bodyguardi i saj, avokati vjedhjeve të përbashkëta, nuk është fajli Lisandrit. Ajo shkoi para vitit 3 dhe qeveria duhet kishte rënë. Tani ka nisur një rrugë tjetër zotëria. Rruga është shumë malore, por ky po përdor çdo mjet, çdo mekanizëm, çdo mënyrë vetëm e vetëm për të fituar kohë. Siç thot populli, nuk do t'i pin ujë. Është i detyruar të largohet nga pushteti, si hajdut zgjedhësh, i ka mandate jo legjitime. Është qeveri jo legjitime. 2. Si hajdut i buxhetit publik. 3. Si shitës informacioneve sekrete
të shtetit shqiptar të grupet kriminale. Investigoni për çështjen e Gysagasit. Shikoni çfarë do gjeni aty. Kur shkojnë drejtuesit më të lartë të institucioneve të sigurisë e takojnë. S'është bërë barsalet kjo punë. Dhe ju thoni Rama do shko ka në parlament, do shkojnë në shtëpinë e bardhë, nuk i pi njeri këto. Ky është i marrë fund. Këtu duhet një qeveri antikorrupsion e cila ta ndihmoj drejtësinë të zhduk parat e korrupsionit dhe parat e drogës nga qarkullimi zgjedhor në mënyrë që të bëjmë një palë zgjedhje normale. Të fitoj kush doj. Pra ju mendoni e raskapitur, e mbaruar, po ai vazhdon qeverisë. Nuk po qeveris, po zvarritet nga shteti në shtet